Përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë video të re. Unë jam Brisi për ju që nuk më njihni, ju që më njihni. Mirë se u rikthyet. Mirë se erdhët në këtë video të vitit të ri, sepse e di që tashmë kur të dali kjo video do të jetë video e vitit të ri. Jemi akoma në vitin e vjetër. Unë kam kaluar disa ditë pa filmuar as edhe një gjë, mora disa ditë pushim si fund vit. Tani të gjithë ikën që të ushtrinin, unë bëra një dush vet edhe thash okay, le ta hapim një video të re. Më mungon, e dini kur nuk filmoj për ca kohë, them më mungon, nuk kam filmuar asgjë, më duket e çuditshme, sikur më mungon diçka, na është bërë kështu si rutinë pjesa e filmimit. Por arsye më e madhe pse do të hap këtë videon është sepse do nis një video për vitin e ri, sepse dua që të mbetet kujtimi, duke qenë se do të ketë eveniment për mua, do të vi motra ime, ju kam thënë disa herë, po kjo mund t'i bëj të kuptoj se sa qef kemi që do të na vinë. Edhe megjithëse këto ditë kanë qenë ditë tensioni, sepse u smurën fëmijët, edhe ishim kështu. Vin, zvin, sepse natyrisht nëse fëmijët janë sëmurë nuk ke nga të shkosh, edhe zemra ngrirë domethënë, por duken më mirë, janë në përmirësim, edhe mungojnë edhe pak ditë që kështu shpresojmë që do të shkojë çdo gjë sipas planit. Nga momenti që u nda që nëse çdo gjë okay do vinë, unë fillova te koka ime, tani me planet e gatimit, me planet e pastrimit, sikur nuk e pastrojmë të njëherë shtëpinë për veten tonë. është tipike, besoj se është tipike shqiptarse kjo. Nuk e di nëse kanë kulturat e tjera, po atë duhet ta kenë, gjithsesi kur vjen dikush në shtëpi, pastrohet, po jo në këtë ne e ndjejmë kështu si nevojë të punën e pastrimit që bobo do na vinë njëri edhe imagjinoni motra. Po është kështu si pjesë, nuk e di, mendoj që është një mënyrë që ne shprehim dashuri apo respekt për tjetrin që do të na vi, që ta gjejë një ambient të pastër, nuk e di, mendoj që ne si kulturë kemi si shenjë respekti kur tjetri të na vihet, na gjejë në mënyrën më të mirë. Nuk e di, po e kam reflektuar këtë gjë. Nëse po që po mendoj tani, fillova me larin e çorçafe, batanie. E keni parasysh vetë, është e kohë që t'ju a them, sepse e di që e keni shumë mirë parasysh këtë pjesën, plus viti i ri, e dini ju, që edhe për vit ri kemi një arsye shumë të mirë tjetër për të pastruar me themel. E mira është që është gjiku në shtëpi këtë ditë, edhe do ta kem më të lehtë se zakonisht. Do mendoj për gatimet e mia, nuk do të bëj baklava, sepse e kam thënë, duket nuk e di e kam thënë apo se kam thënë këtu, po unë për vete preferoj baklavan turke tonën, ndërsa gjiku preferon këtë baklavan që blihet tek turqit. Ma theu zemrën, sepse unë një arsye doja që ta bëja, po më tha jo, se do ta blejmë atje se më pëlqen më shumë ajo. Edhe okay, thash okay, po bëj një shëndetlie edhe kam parë një kadaif, një recet kadaifi me krem sipër. E di që do dalë një çik vonë, ndjes, mbajeni për festat të tjera, nëse nuk e njihni si ide, duhet të kishte dalë kjo video më përpara me idetë për menun e vitit të ri, por nuk kam çfarë të bëj. Do bëjmë gjëra të tjera, nuk e di, do bëjmë një grill, duhet akoma tani do hy të mendohem të shkruaj që nesër pastaj që është e hënë, të shkoj të bëj pazaret që më duhen edhe të nis për nga përgatitja. Por duke qenë se është viti i ri tashmë, dua t'ju bëj një urim përzemërsisht që të keni një vit sa më të mbar, të jetë viti i realizimit të çdo dëshire që keni, kush ka një hall, një siklet, ti letësohet, aq më mirë ti hiqet komplet. Të keni harmoni në familje, dashuri, paqe, të arrini objektivat tuaja. Për mbi të gjitha do them shëndet edhe paqe në zemrat tuaja. Këtë ju uroj të gjithëve, edhe ju falenderoj që jeni këtu edhe këtë vit. Më ndiqni që rritemi avash bashk, e vlerësoj shumë edhe ju falenderoj nga zemra. Ditë pazari, në mëngjesi nga dita tjetër. Ne po ikim nga Turku tek një Rosman këtu afër, nëse zgjej Solian sepse ka zënë gjumi këtu brenda. Ne erdhëm, kemi bërë aq shumë pazar si asnjëherë tjetër, sepse shkuam tek një dyqan që po mbyllte, edhe kishte shumë ulje, edhe morëm atje shumë gjëra, për shembull këto i mora atje, ishte çdo gjë me 30% ulje ose me një boletin të kuq që ishte xha me ulje, kjo është Leila. Nisim meshën e lijen. Jo me mami, hajde këtu. Ma. Jo ti hash.
festa që ne festojmë. Edhe, kur ishte mami e vogël, do vishte edhe sharat? Pa. Hajde. Mami. Na, jo ti hash, ti hedhim. Hajde. E kontra. Edhe, kur ishte mami e vogël, ne përgatisshim këtë tortën që quhet shëndetlije. Ora zbardhi tej për tej, fusha edhe male gjej, me këngë me valle. Tash edhe njëherë ndjes për zërin, se unë jam e stonuar si një këmban, por që ideja është që të transmetojmë pak nga traditat tona. Edhe kur i them Lelës, o Lela, je shqiptar apo jo? Lela thotë, jo, jam e bukur. Sepse nuk e di konceptin e të qenurit shqiptar. Themi, jo, ne jemi shqiptar, ti Lela je shqiptare, e lindur në... Po, je shqiptare, e lindur në Gjermani. Këtu kemi shëndetlien tonë. Do ta hedhim në tepsi. Pa, mami, bravo, kështu. Lupt. Jo fort, letë. Lela. Po mund të qëmë. Oh, Lela dhe limoni. Historia jon, Lela dhe limoni. Gati për në furrë. Nuk e filmova fare ndërkohë kësaj i hodha budin, le të themi, beshamel po. Si muale bi, si buding, le të themi, puding, si për kadaifit edhe e futa në frigorifer. Normalisht e mbëltova kadaifin, e zbuta pak dhe pastaj nuk ja hodha të gjithë masën siç thot ajo, por i hodha gjysmën e shërbetit dhe pastaj i hodha këtë sipër. Sa orë më vonë, tu përgatita shërbetin edhe do t'ja hedh, mendoj në 2 gjysma, nuk e di nëse do t'ja hedh të gjithë. Edhe salata jonë ruse është gati. Tani është momenti që unë të rregulloj shtrumat që t'i kem gati. I futa një heko kështu lehtë edhe do shkojmë poshtë që t'i shtrojmë, t'i bëj gati. Tani shtrumet t'i shtruan dhe t'i shkojmë një fshes kështu. Në fakt, t'i shkoj një leck kështu, se pa fola një fshes. Tani paka shumë i kam ndrequr, fikim dritat këtu dhe shkëm në kushinë. Këtu kam ndërkohë dadon tim që duhet ta pres, ta vendos në kuti, ta fus në ngrirje. Është me të gjitha perimet praktikisht, ka selinoma, majtanoz, hudhër, qep, karot, spec, zukina, a i thash, nuk e di. Nese, i ka të gjitha. Hello, nga dita tjetër, është dita e vitit të ri. Një vit sa më i mbar për të gjithë njerëz. E kam thënë ndoshta në fillim të videos, po e themi zyrtarisht sot. Unë të mbyllim derën. Po presim tani janë minutat e fundit, po presim që të na vijë motra. Ka ikë Gjiku që t'i marri në aeroport. Këtu kam Sulea si zakonisht. Bravo! Ciao, Nani! Vabbè. Mos dire tu sei sbagliato. Jemi halakat komplet, por tani do hapim dhuratat. Unë jam këtu me vahtët e mia handmade, janë, nuk e di nëse duken. Kjo është dhurata ime. Uluni gjithë tu poshtë, këtu poshtë. Baba Giussi. Scar, tutto bene. Che bello!
Falenderojmë Gjikun publikisht për grillatët që na ka bërë, sepse edhe mu më ka lejtu shumë punë, po që edhe ka ndalë super njami. Imi! Kada jeftaj! Me Solean erdhëm lartë se këto dy të çmendurit po vazhdojmë me fishek zjarret. Unë me thonë drejtën si kam qef fare. I kam, bukur kur i sheh, po e kam frikën e dëmit. Po që, një herë në vit e di që bëhen, edhe s'do flas më, s'do mbyll gojën. Po Solea i ka frikë që kështu erdha lartë. Edhe thjesht shikojmë kështu pa zhurma, shpresojmë. Mariana. Bëm hap tasën. Byrë. Gro. Të shta hap kështu. Bash. Mariana është talë me mua. Pas e hapa. Nuk shi ndur Mariana. Speciale Mariana. Të na ndejtë shpratë të shizjarë. Ta shumë? Shizjarë dhe funit. Për të vitë. Ato dritat atje janë Gjiku me gestin që u vendosin prap fishek zjarët. Neve po presim me qërë se po tregoj dorë. Njerëz, e vërteta është që motra më detyroi Lyja thojtë se kisha skandal, edhe unë jam e sinqert, na vjen keq. Kemi përgatit këto që të bëjmë gëzuar edhe kështu. Besoj që i pat thojtë, të shifeni pak mirë, se kush di kur më shikoni prap kështu. E kemi përgatit këto, mi ka dhënë Claudia. Okej. Edhe po presim 12-ën. Këtu, kur fiket drita, ciao çuna, është do duken gjithë fishek zjarret. Dita jon ka nisë me ko, po ndërkohë tu kemi pak gelatin që përgatitëm me lëngun e gjelit, është pulp, pa? Ka dalë super fare, si që mund ta duket, se po nuk bëri që bullë, nuk është gelatin. Kjo është tamam gelatin. Shikoni, na doli kafja me zemër. Do të Gerda, ja pra dashuria e motrës shifet edhe me kafe. Bubble mask! Dhe, le të rritë gjithë. Ja le për dopulli o. Baklava e mami, ta dini historinë në baklavas juve. Më kanë bërë një rend mu këto, do t'ju lejtë a sekuenca. Video reaction. Do qik baklava ti? Hapë Tezja, se do qik baklava. Tezja, le të hapë ti se do qik baklava. Vene këtu. E la vede se veramente mangiata? Posso vedere io? On se tavë? Tu pra, tu e shala. Më ne për të kërë. Me vërtet? Se të qenë fleshëm i juve. Cin, la nostra droga. Më në fund vendosëm të dalim nga shtëpia. Këto të tjerë kalamiqat kanë dalë me baballarët, po ne me mamallarët. Sot është dita e parë që dolëm dhe është shumë ftohtë. Vetmi vend që mund të shkonim është një qendër tregtare. Buon appetito! C'è un altro tentativo o solo uno?
Ok. No, no, solo uno c'è. Uno. Mi dispiace. Hai i giochi there? Tira via la mano. Dai le mani, aspetta. Oh no, perché? Perché gli ha tirato un calcio Loli. Andiamo. Sei rotto. Ma se vai a dormire, se capi il gioco di capo. All your day. Andate via. Guarda che qui è un bel gioco. Ai, tá com o viso da mãe. Krishtlindjet mbaruan. Vitëri mbaruan. Ai, meu babshin. Na kanë gelmisht këtu. Njerëz, na kanë gelmisht këtu sepse moti është kështu dhe na është kanceluar fluturimi. Dhe gjendja është kjo që gjatë në sfond. Kolopuçat po dalin që të lozin me borë, me 100 llafe duke I nxjerr, po që shpresojmë që të na kënaqen. Hey! Gjiku po kënaq ka vetë duke po blak prej borë. Është më qef këtu. Një mëngjesi nga dita tjetër, filloj me këtë keku me çokoladë I improvizuar. Ndërkohë, boja vazhdon. E ka bëj elegant me. Gjiku thoshe këta ka bëj elegant. Ishte barë fort. Nuk e dia kam tregu njeriu prej bore që është këtu jashtë diku, jo, s'po e tregoj dot nese, po që Gjiku ka bërë një njeri prej bore, po edhe atë e ka vënë në dietë. Nese, ne jemi këtu, nuk e di, kam filmuar, s'kam filmuar, në çfarë pike kemi arrit, por fakti është që miqtë tonë janë ende këtu. Edhe, sepse u anullua fluturimi, e bukur është që Liori, nipi, gjithë rrugës I thonte atë filmin Mama o perso l'aereo, mami e humba avionin, unë jam Kevin thonte, edhe këto po tallnin gjithë rrugës, arrin pastaj në aeroport, avioni I kanceluar. Kaluam nga Mama o perso l'aereo, nga Mamma mi hanno cancellato il volo. Nese, ne jemi këtu, praktikisht kalojmë nga mëngjesi te dreka tek merenda dhe darka, nuk bëjmë asgjë tjetër veç se hajmë. Nese, ndërkohë Grezja, na hapi çik Grezja. Ndërkohë Grezja po shpreh talentin e saj artistik me pikturat. Po ky është aplikacion ky apo? E po ti këto I bën me gisht apo si? Pritëta. Kjo është piktura e parë. Pastaj. Se mos ta kanceloj tezja, të keq qenë tezja. Pastaj këtë. I ka bë dhe refleksin diellit, ë? Bukur Greza. Mund t'i shesin, bëjmë një dorë lek na çështë të gjithme me pushime. Edhe kështu. T'ju japin një informacion të pak të nevojshëm, sepse ndoshta ju ka ndodhur dhe ju këto ditë që të jetë kanceluar fluturimi, edhe mund të kërkoni një rimbursim. E di që ju dalim shumë shpesh ato videot ku thuhet që në qoftë se fluturimi juaj është vonuar më shumë se 3 orë ose është kanceluar fare, keni të drejtë rimbursimi, është e vërtetë. Edhe ne kemi dërguar një kërkesë te kompania që ato ishin me EasyJet, fluturimi ishte me EasyJet. Në çdo faqe, në çdo kompani keni një formular ku kërkohet rimbursimi. Na I kthyen të gjitha lekët sepse normalisht fluturimi u kancelua dhe ishte faji atyre. Edhe nëse të lajmërojnë 14 orë përpara, janë të justifikuar të mos paguajnë, por nëse bëhet për pak orë, domethënë më pak se 14 orë,
e kanë me detyrim të rimbursojnë ose të t'japin një fluturim tjetër. Fluturime nuk ishte njerëz. Fluturimi tjetër është, po bëj dorën se ku më shikoni dorën këtu poshtë. Fluturimi ishte i radhës ishte nesër, domethënë nga e premtja për të hënën. Edhe ne kërkuam rimbursim lekësh sepse prenotuam bileta tjera. Edhe kështu e zgjidhëm të shikojmë nëse do nisën. Sepse gjendja për jashtë është kështu, ë? Edhe, një edhe ajo pupacë që ka ndërtu Gjiku. Po kalojmë nga një temë në tjetrën, por që për e plotësoni këtë formularin, mund ta plotësoni edhe vetë formularin, pa u futur këto kompanitë që ofrojnë këtë ndihmën, sepse ato do t'ju mbajnë diku tek 40-50%, ndërsa nëse e dërgoni vetë formularin, atëherë i merrni të gjitha lekët vetë. Në qoftë se ju a pranojnë gjithmonë, sepse ndodh që edhe mos ta pranojnë, se zakonisht thuhet që nëse është për arsye meteorologjike, nuk kanë faj as ato, është diçka natyrore dhe nuk të rimbursojnë. Ai sugjerimi im është që gjithmonë ta provosh një herë vetë. Nëse nuk arrini që ta fitoni rimbursimin, atëherë jo rimbursimin, është risarcimento. Si thuhet risarcimento shqip? Nuk është rimbursim. Është për këtë dëmtimin që keni pësuar, për shembull, se lekët e biletës po është për dëmtimin e pësuar. Dëm shpërblimin. Edhe është mirë që ta provoni një herë vetë. Nëse nuk e arrini vetë, atëherë mund të kaloni tek këto kompanitë që ofrojnë këtë shërbimin, do marrin atë përqindjen e vet, po të paktën bereqavës merrni një pjesë, sesa ti humbisni fare. Është gjithmonë mirë ta bëni tentativin vetë, sepse kjo gjë ka kohë. Me këto kompanitë e rimbursimit deri në 3 vjet mbrapa, për shembull nëse keni fluturime të vënuara më shumë se 3 orë, apo të kanceluara, deri në 3 vjet ke kohë që të kërkosh për dëm shpërblim. Po natyrisht unë do ta provoja vetë, e kam provuar vetë, ajo thonte që merr diku tek 28 ditë që të kthejmë përgjigje, do presim një herë se çfarë do të na thonë. Edhe pastaj kështu. Mendova se është një informacion pse jo për t'u ndarë që në rast se ju ndodh ose se këto janë gjëra që ndodhin shpesh ose ju ka ndodhur, mund të plotësoni këtë formularin që i gjeni tek çdo website i çdo kompanie që ju keni bërë fluturimin, edhe kërkoni për rimbursim ose dëm shpërblim. Ne planin kemi që të rregullojmë pak gjerë, ta kam marrë përsipër që të rregullojmë pak vazët e luleve. Duke qenë se ndetën më shumë se ato ditët e planifikuara, tani nuk ka më trajtim mish, ka trajtim punë. I kemi fut në punë, edhe do më rregulloj ato lulet. Ky është plani për sot. Gjë tjetër nuk mund të bëjmë sepse koha është kështu. Nuk ja tregova përpara se të më mbaroj Gjiku. Thuaj të vërtetën si është, ta dëgjojnë te video. Lumshim duhet. Lumshim duhet të thotë që shumë e mirë. Nuk e di sa duket. Është një kek pa sheqer fare, se avash do fillojmë të heqim sheqerat pasi kemi ngrënë kaq shumë sheqerna. Është me kakao, arra, është me mjalt, edhe kek do të thënë normal, vetëm sipër ka një çik çokoladë shkrir siç duket këtu. Edhe këto e bëra sot në mëngjes që ta kishim për mëngjes, po e kemi edhe për merenda. Edhe kjo jam unë. Nuk e di, kjo gocë ka talent. Jo them unë që ka talent. Ndërkohë, kjo është torta jonë. Kriza e meriton një copë kek pas këtyre pikturave kaq të bukura. Një kështu de. Se kjo lule që është shumë e bukur, është lule vjeshte, por që u tha se i kaloi vakti. Edhe këte ma pati blej mami Gjikut. Edhe më tha që nxirre jashtë, po që i erdhi riskut ma rregulloj. Njëra ma blen, tjetra ma rregullon. Qa du unë më shumë nga jeta. Mjaft pra më mjaft u lodhe, mu bone të lef. Direkt nga kuzhina. Dhe u e kurrizi. Mirë, mami. Direkt nga kuzhina e saj, në shtëpinë time. Na erdhi baba gjyshi. Baba gjyshi do marrin dhuratë te baba gjyshi tjetër. Ti ngar për shkëmbim materiale.
Shëndet o dritë. Shikojeni pak gjendjen këtu. Lila që ka hap dhuratat nga Klaudia. Edhe nuk po ju them sa gjëra na kishte sjell, sepse duket besoj. Leila, ta dokumentojmë. Leila nuk i lejohet që të haj Haribo, po me që ja ka sjell Klaudia do ta lejojmë që të haj një, okay? Bie bor prap. Unë kam Solian Hopa të kanguri, ndërkohë që të mundom të bëj drekën. Këtu kemi kakaon dhe të skorri tavollën këtë si tip mbulese që ma solli Klaudia bashkë me qiririn. Edhe filxhanët i kam set nga Klaudia, por edhe kakaon që ma ka sjell direkt nga pushimet e veta. Qa do më njeriu nga jeta. Unë tani do filloj gjellën. Kjo është një qofte kroket me patate normale, patate të ëmbël, karrot edhe me që i hodha më tjetër unë? Këto më tukat? Nuk vajma që i hodha tjetër. Karota. Po. Ndërsa kjo është një pure e zirë me ujin e këtyre dhe dardhë që bëvet në shtëpi, pak mish i zirë nga gjella e drekës edhe kos për Solian. Mami nuk pëlqa. Shumë mirë, mami, të pëlqen? Po. Ato mama, non mi credevo. Nuk e dini e dalloni apo jo? Po është si një stuhi bore frën erë. Atë kuarë ka da fekë. Lila dhe Qiku sa po këthen nga rëshkitjet, ikën me komshit, opala. Unë nuk u shkriva me Lelen që po e shijon ka shumë, nuk e di do më thënë. Shtrihet me të gjitha anët. E di që kjo video ka dalë me sekuenca pak këtu pak aty, por që të them të drejtën të filmoj nuk ka qenë prioriteti im këtë ditë, ka qenë më shumë të shijoj momentin dhe ky është një nga objektivat më të mëdhej për këtë vitin e ri që të jem më prezente edhe të marrë gjëra pak më qetësi, sepse më duket sikur koha me Solian, sidomos që është më e vogla, po mbaron shumë shpejt, po ikën shumë shpejt. Edhe kështu prandaj ndoshta nuk është një vlog shumë i lidhur, sepse janë sekuenca, por shpresoj që gjithsesi t'ju ketë pëlqyer. Siç po e kuptoni, po i vjen fundi. Sot ishte një ditë me bor plot, u bë një javë që në fakt ka rënë bor, që nga dita që ka ikë motra ose tentativi për të ikur, që ishte të premten e kaluar dhe ne jemi përsëri të premten sot. Për ta thënë të gjithën, nuk patën një anullim fluturimi, por patën 2 anullime fluturimi, edhe kjo sikur nuk e di domethënë. Gjithë ajo që kalua mirë na doli nga hundët pothuajse, por shqyrë Zotit çdo që shkoi mirë, arritën në shëndoshe mirë dhe kjo është më e rëndësishmja, por që vuajtën shumë për të ikur. Ne përnotuam bilet nga e premte që u ambullua, u kthyem prapë në darkë, si ju thash, pastaj tentuan të iknin të hënën janë nisur në orën 2 të natës, prandaj edhe nuk kam filmuar, edhe na vjen mesazh që fluturimi u ambullua përsëri, por të paktën kësaj here dhan një fluturim tjetër me ndërrim, pritën të shkretët goxha, por që si përfundim bëritën të hënën në darkë, domethënë një udhim shumë i gjatë dhe i lodhshëm. Motra më ka thënë që për 10 vjet nuk vjen më në Gjermani, por shpresoj që gjithsesi të jenë kënaqur, kemi bërë kujtime të bukura. Siç u thash, nuk kam filmuar shumë dhe kujtimet e bukura, më të bukura janë gjithmonë pas kamerave, edhe është okay kështu. Ti mbajmë kështu për veten tonë, ti kemi në kujtime, ti kemi në zemër për veten tonë, edhe besoj që fëmijët u kënaqen goxha, Leila herë sidomos është kënaqur super shumë, edhe ne vetë, unë me Kertën, edhe kështu. Siç e pat, këtu sot ka rënë borë shumë e madhe, e prisnim, po jo kaq keq,
E prisnim që u bë pak si panik sepse po të shikoj edhe nëpër supermarkete nuk ishte më ushqime në disa vende nëpër Gjermani, por që nuk e prisja kaq keq, ishte ka rënë realisht shumë borë, edhe Gjiu ka punuar në home office, siç ju tregova një sekuencë. Edhe po, kështu shpresojmë që do të ndali në ditët në vazhdim, të pastrohen rrugët edhe të fillojë ritmi normal, sepse kështu bllokon çdo gjë shumë e bukur kur e shikon. Leila doli me këto të lagjes, shkuan që të bënë rrëshqitje me zlit, u kënaqësuar shumë, po që shpresoj mos jetë ftoft. Edhe u kënaq shumë, është e bukur, po pastaj të bllokon çdo gjë. Unë shpresoj që juve t'ju ketë pëlqyer kjo video gjithsesi kështu siç është, me ato momente shumë realistike, i kam lënë për kastile, si video për shkak që kishim bërë për mamin, për baklavan apo gjëra të tjera, rregull që më bëhen baklavan, që t'ju përcjell pak kështu situata realistike, pa shumë filtra, edhe shpresoj që t'ju pëlqejnë këto momente kështu. Shihemi në videon e radhës, paqim!